Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e agjeron një ditë kush agjeron. Sot është e dilla, nesër është e hanë. Nesër është sunet me agjeruar. Nesër. Akşami është në 4:15 të jos, nuk e di. Kur është shkurt? Shumë shkurt. Ka thonë pejgamberi kush e agjeron një ditë fi sabilillah. Nesër. Apo e largon Allahu nga xhenemi 70 vite. Paramëna, edhe tani me metë nesër pa agjeru, problem Allah. A problem? 70 vjetë. 70 vjetë dëmon, 70 vjetë kalerim, me kalin ma fisnik, me mjetin e shpejt, 70 vjetë, sa është e distancë e madhe? Shumë atë, shumë distancë e madhe. E 2 dit, e 3 dit, përndaj besimtari motivohet për bë punë mirë nga se din se çdo punë e mirë, realisht është distancim e largim nga zjarri i xhenemit. Po kur e përjetojmë veten që jena mes xhenemit edhe mes xhenetit, kur të e përjetojmë si reale, kur të e përjetojmë si të afra, si të krijuara, jo si imagjinare dhe abstrakte. Dhe se sa më abstrakte, janë më larg, nuk i përjetojmë. E duhet që përmes imanit në xhenet e xhenem ta konkretizojmë këtë besim në përjetim, në njohuri se është ekzistent dhe është afër neve.